Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, ndërsa do të flasim në këtë pjesë të fundit të emisionit ton me një profesues politik të PDU-s, është sekretari për Marrëdhëniet Ekonomike, por edhe koordinator për programin është Ermal Telhaj, i cili do të na shpjegojë ato çfarë ka ndodhur në raport me votën e dieshme kundër shpëtimit Drizit, por edhe nëse ajo votë për vettingun mund ta lëkundë koalicionin me Partinë Socialiste. Përshëndetje, mirë se erdhe së pari. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje zotit Telha. Në fakt të gjithë kanë ndjekur dje seancën e parlamentit, ato çka ka ndodhur me përjashtimin e emrit të zotit Idrizi. Në logjikun tuaj, a ishte drejt, a ishte logjik përjashtimi i emrit të zotit Idrizi nga komisioni ad hoc i vettingut? Çfarë duhet bënte Partia Socialiste në gjykimin tuaj? Sigurisht që nuk ishte i drejt në gjykimin tim, edhe këtë e them edhe si gjykim qytetar, jo vetëm si funksionar i Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet. Është besoj një shprehje, një vullneti jo shumë pozitiv, edhe sigurisht që derivoi me një produkt final që ishte erëzimi i emrit të antarit komisionit ad hoc për reformën drejtësi, për vettingun që ishte zoti Shpëtimi Idrizi. Kjo sigurisht nuk i ndihmon marrëdhëniet e koalicionit, por nuk është arsye madhore që besoj koalicionit të ketë çarje të forta për këtë pjesë. E rëndësishme është që ne treguam vetëm fakti i vettingut, pastaj te koalicioni. Kishin rënë dakord palët sepse emri i Idrizit mos gaboj ka dalë para disa ditësh, nuk është se doli dje, po kishte dakordsi mes tre partive që edhe ju të përfshiheshit? Ky koalicion ka 3 bashkëkryetarë, nëse mund të përdor zhargonin e kryeministrit, kështu që është edhe në përgjegjësinë e gjithë secilit nga subjektet politike që formojnë këtë koalicion që të marrë përgjegjësitë e veta edhe të bëhet pjesë e procesit shumë të rëndësishëm, siç është procesi i vettingut. E veçanta e kësaj marrëdhënie dhe e këtij procesi që ndodhi në parlament është se PDU-ja u trajtua si një forcë opozitare. Ndërkohë që është e qartë si drita e diellit që PDU sot edhe pse jo aty ku meriton të jetë në koalicionin ku bën pjesë, është e përfaqësuar me disa pozicione politike administrative në nivel ekzekutiv dhe sigurisht që ka edhe një background tjetër politik i cili vërteton faktin se në zgjedhjet e vitit 2015, në zgjedhjet lokale të vitit 2015, PDU ka qenë pjesë e koalicionit të Aleancës për Shqipërinë Evropiane dhe nëpërmjet këtij koalicioni ka fituar edhe 3 bashki në Shqipëri, siç janë Bashkia e Rogozhinës, Bashkia e Peqinit dhe Bashkia e Konispolit. Tani, nëse mund të tregojmë të pavëmendshëm edhe të mos e shohim këtë si realitet, ky besoj që është një problem që nuk i përket PDU-s. Ne ofruam gjithë gatishmërinë tonë për të marrë përgjegjësi, për të kontribuar në procesin e vettingut dhe në të gjithë pak a shumë kemi shprehur vullnet të plot bashkë me paktin kombëtar të propozuar nga PDU me 7 pika për zgjidhjen e krizës politike, e cila tashmë nuk është më ulur këmbëkryq, po edhe po shpërndahet në të gjithë hapësirën politike. Si do të vepronte Partia Socialiste në gjykimin tuaj? Pa diskutim që Partia Socialiste duhet miratonte jo 2, por 1 emër nga forca e vet politike dhe 1 emër nga LSI-ja dhe 1 emër nga PDU-ja. Kjo tregon përgjegjësi më të madhe për mendimin tim për sa i përket vullnetit pozitiv dhe çuarjes përpara të proceseve të cilat ndihmojnë zbatimin e reformës në drejtësi. Ky është në fundit objektivi final edhe i gjithë përqendrimi i forcave tona është i fokusuar në këtë proces. Edhe pakti kombëtar që propozon PDU me 7 pika për zgjidhjen e krizës e ka si problem shumë të rëndësishëm dakordsinë për zbatimin e reformës në drejtësi, për gjitha proceset dhe patjetër për të siguruar një klimë shumë më të mirë për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pozicionet skajore të partive të mëdha kanë bërë që kriza jo vetëm të mos jap sinjale zgjidhje, po fillon edhe agravohet më tepër. Kështu që besoj që gjithë secili nga kryetarët apo drejtuesit e koalicioneve të mëdha është i përgjegjshëm dhe duhet të tregojë një klimë më bashkëpunuese me njëri tjetrin në mënyrë që të mos kemi një precedent të pa ndodhur deri më sot, 27 vite mbas vitit 90 që të futet në zgjedhje si në kohën e komunizmit, kur hyn njëra palë dhe nuk hyn pala tjetër. Zgjedhjet në fundit janë vullnet. Atëherë s'kishte palë tjetër në fakt. Po pra, okay, atëherë ishte merrnin pjesë 90% e popullsisë, votonin 99.9% për liderin suprem, edhe ja u zgjidh puna e zgjedhjeve. Kurse tani nuk mund t'i lejohet klasës politike në Shqipëri, kanë përshtypjen që të bëj hapa mbrapa në demokraci. Kështu që duhet të gjendet një zgjidhje konsensuale për të gjitha absolutisht problemet që ndodhin në këtë përplasje mes palëve politike,
por sigurisht që duhet ketë një ndryshim ndoshta dhe një krijim të kushteve të përshtatshme që kjo situatë mos na përsëritet. Çfarë kemi në 27 vite pluralizëm në Shqipëri? Kemi një situatë që përsëritet çdo 4 vite, ku njëra palë e para njëherë fillon me nonsensin e mbarimit të votimeve, ku secili nga palët nxiton për të shpallur fitoren, që është një gjykimin tim një papjekuri politike. Dhe pjesa tjetër që është sistematike, një palë fiton, tjetra palë nuk i pranon dhe ndërton gjithë aksionin opozitar të 4 viteve në vijim, me kauzën që nuk ishin zgjedhje në uvozën, nuk pranon rezultatin e tjera për të legjitimuar pozicionet e tyre politike. Kjo besoj duhet marrë fund, edhe është moment që të ulem në një tryezë dhe ne kemi kërkuar si një nga pikat kryesore të paktit me 7 pikat propozuar nga PDU, që në qoftë se nuk ulem në vullnet të lirë palët, partitë parlamentare, për të ndërtuar një kuadër veprimesh, për të garantuar këto procese dhe për të shmangur një herë mirë nga këto historirat, njëri kundërshton, tjetrit ja vodhën, tjetrit ja blen zgjedhjet apo tjetrin e presionuar, për ndërtuar një kuadër veprimesh të cilat garantojnë të gjitha palët që t'jenë të paanshëm edhe qytetarët kënë të drejtë të zgjedhin. Në këtë formë, siç aktualisht është ndërtuar procesi, me një sistem zgjedhor, sepse ky parlament ka që dobët, që ne kemi sot, është mi dopt i besoj në historinë e pluralizmit, vjen edhe për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur në vitin 2008 kushtetuese, të cilat i dhanë autoritet të padiskutuar kryetarëve të partive të mëdha. Dhe kontrolli mbi lista sot nuk është siç duhet të jetë nga qytetarët, të cilët filtrojnë më së miri se kush është përfaqësuesi politik tek i cili ata duan të shpresojnë apo shohin veten, por kemi një kontroll total të listave nga 3 apo 4 kryetarë të partive kryesore parlamentare. Dhe kjo, unë një shkrim timin para pak kohësh e kam quajtur listën e deputetëve është kthyer si buka me listë. Që në kohën kur të varfrit nuk kishin mundësi të blinin bukën, Okej, po kthehemi tek 7 pikat, Ermal. Kthehemi tek 7 pikat. Si është pritur platforma juaj së pari nga Partia Socialiste dhe më pas nga PD-ja, nga informacione sinjale që keni? Nuk është prit keq në pjesën kryesore të situatës, sepse në fund të fundit edhe pse ne ndërtuam një plan propozimi me 7 pika, i cili është duhet ta them, është një dëshmi e koherencës politike që PDU ka treguar në këtë situatë krize. Ne nuk e hartuam apo nuk e artikuluam krizën politike në momentin që kryetari i Shpëtimit Drizi doli dhe paraqiti paktin kombëtar me 7 pika. Kishim mbi një muaj që artikulonim këtë pjesë, po si duket vëmendja mediatike u mor më e madhe në pjesën kur kryetari doli dhe lançoi zyrtarisht paktin kombëtar me 7 pika për zgjidhjen e reformës në drejtësi. Ne shikojmë që pavarësisht vullnetit politik dhe interesave politik të palëve, qytetarët e kanë mbështetur këtë pakt në masë dhe shohin atje vullnetin e tyre të pasqyruar në një propozim politik. Sepse nëse i marrim pikat me radhë, që nga reforma në drejtësi, zbatimi i reformës në drejtësi, krijimi i kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ndryshimi i kodit zgjedhor për leximin e votës ashtu siç duhet të jetë, që votat ketë vlerë të njëjtë, jo kur je pjesë e koalicionit votat vlen më shumë dhe kur nuk je pjesë votat vlen më pak, sistemi të ndryshojë dhe të jepet më tepër akses zgjedhjes qytetarëve dhe jo preferencave dhe humoreve të kryetarëve të partive, dhe gjitha pikat me radhë apo mbledhja e tryezës partive parlamentare për reformën në drejtësi, për zgjidhjen e krizës, për reformën në drejtësi, ndryshimin e kodit zgjedhor e tjera, apo pika tjetër e cila sankcionon ngritjen e një grupi ekspertësh të cilët do analizojnë kushtet nëse janë të përshtatshme apo jo për ndërtimin e një sistemi që do të menaxhojë numërimin elektronik, apo ç'është më e rëndësishmja, depolitizimi i të gjitha proceseve të votimeve, që nga grupet e numërimit të votave, që nga komisionet e qendrave të votimit, edhe komisionet zgjedhore të administrimit të zgjedhjeve. Ky është në fund fundit vullneti i qytetarëve i pasqyruar në një propozim politik. Dhe kjo është ajo që ne na bën më optimist, mbështetja masive e qytetarëve drejt këtij propozimi. Po, tani nisur në vazhdimsi të kësaj logjike, sigurisht janë 7 pikat që ju thoni që janë pritur mirë dhe kanë marrë vëmendje nga forcat politike, por dhe nga qytetarët. Duke bazuar dhe tek situata politike, nëse bëjmë një aritmetik të thjeshtë për sa i përket koalicioneve, nëse Lëvizja Socialiste për Integrim tërhiqet, sa e përmbush këtë bashkëllëk PDI-ja? Sa i rëndësishëm është roli PDI-s për momentin që flasim? Besoj që është mjaftueshëm i rëndësishëm, jo për shkak të numrave, sepse në fund fundit aktiviteti politik nuk është numra, është alternativë dhe është filozofi. Por ne nuk kemi hyrë në këtë marrëdhënie bashkëqeverisë apo në këtë koalicion
për të treguar se kë mund të zëndësojmë apo kujt mund t'i lirojmë vendin. Ne kemi hyrë për të treguar vizionin ton, objektivat tona, programin ton, dhe për këtë jemi të gatshëm të testohemi në opinionin publik, në elektorat dhe të pasqyrohet me vot. Fakti që mbështetja për PDU sa vjen e zerohet dhe fakti që PDU tashmë është me një shtrirje kapilare në gjithë Shqipërinë, mos harrojmë që kemi pasur zhvillime shumë të vrullshme të mbështetjes tonë elektorale në zona si Dibra, Malësia e Madhe, Tropoja, Librazhdi, Devolli, Pogradeci etj. Që kanë qenë zona me ndikim më të pakët politik nga ana jonë. Kjo do të thotë që alternativa jonë kanë gjitur dhe njerëzit nuk e shohin më si fushatën elektorale, si betejë mes dy aktorëve kryesor të mëdhenj dhe të cilët bien dakord sa herë që ka një zhvillim politik që cënon pozitat e tyre politike, bien dakord që të bëjnë ndryshime në kurisë edhe të shqiptarëve dhe të partive të tjera për të mbajtur pozitat e tyre dhe për ta kaluar si ping-pong mandatin. Megjithatë ju jeni detyruar për shkak të sistemit të bëni pjesë në një nga këto partitë në koalicione të mëdha dhe si sot një javë, pikërisht në 19 prill, përfundon afati për regjistrimin e koalicioneve, duke mos ju referuar qëndrimit që përmban opozita se me sa duket nuk do të regjistrohet, ju e keni të qartë se do jeni pjesë e ASHE-s ose sido që ta ketë emrin koalicioni PS-s apo po reflektoni në këto ditë? Ne jemi akoma, unë nuk mund të jap sot një përgjigje për këtë pjesë, sepse është një vendim që i takon forumeve politike. Besoj në ditët në vijim do kemi mbledhjet kryesisë. Po pra se po ikin ditët, keni agjendë ta diskutoni? Pa diskutim, është në agjendë mbledhja e kryesisë, e cila do të marrë analizë të gjithë situatën aktuale dhe do të marrë një vendim i cili pa diskutim do komunikohet nga autoritetet e duhura për opinionin publik, se ku do t'jemi ne të pozicionuar. Zonja Doda në fakt edhe dje pas seancës parlamentare ka deklaruar që kjo çështje do të diskutohet dhe në nivele të larta. Patjetër. Nëse nuk e di çfarë mund të presim apo ende nuk mund të themi asgjë. Nuk mund të themi asgjë sepse her pas here kjo duket si një situatë e cila luhatet. Dhe patjetër që ne jemi shumë alertë dhe shumë të vëmendshëm për të analizuar situatën ashtu siç duhet dhe për të marrë një vendim që nuk do na bëjë të pendohemi më vonë. Ne duhet marrim një vendim i cili përfaqëson interesat politike të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet për peshën specifike që ka dhe për atë që meriton të ketë në atë koalicion ku do të jetë pjesë. Po varet prania juaj në koalicion nga prania e LSI-s? Kjo nuk ka pse të varet, sepse ne jemi parti politike, do të hyjmë dhe do të garojmë. Është shumë e rëndësishme të them që ne kemi artikuluar shumë shpesh edhe madje e riartikuloj edhe unë sot nga kjo studio, që PDU nuk kërkon të bëhet shtojtë dhe bishti asnjë informacioni politik madhor në Shqipëri, por PDU kërkon që vota shqiptarëve të lexohet siç duhet dhe të kesh të njëjtën peshë për gjitha subjektet politike. Prandaj ne kërkojmë që sistemi zgjedhor të ndryshojë. Shqipëria mund të trajtohet shumë mirë si një zonë zgjedhore, sepse është një vend i vogël, nuk është vend i madh, ku gjithë secila nga forcat politike të hyjë vetme, të garojë vetme, të hiqen barrierat e koalicioneve dhe të tregojë forcën e vet se si e ka në elektorat. Gjithë secili nga partitë politike duhet të ndërtoj një listë me 140 emra, listë të hapur, ju e dini që kjo për momentin nuk është e mundur. Madje Rama pardje në intervistë tek 5 pyetje nga Baba Rama e hodhi poshtë korektimin kombëtar. Nuk bëhet, tha. Kur thotë sepse është interes i partive të mëdha që nuk e duan, sepse e di çfarë ndodh sot, janë 100.000 vota në Shqipëri, të cilat nuk prodhojnë asnjë mandat për destinacionin ku janë dërguar. Dhe janë gjitha mbetjet të cilat ju kalojnë partive kryesore të koalicioneve, siç janë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Dhe ky është një veprim i qëllimshëm i partive të mëdha, sepse kur vjen puna i cënimit të autoritetit tyre politik dhe të pozitave tyre, këta bien dakord. Kur vjen puna për të zgjidhur krizën politike, këta vendosen njëri në një skaj dhe tjetri në skajin tjetër. Dhe kjo na sjell në një kosto shumë të madhe politike, sepse nuk është vetëm kostoja politike e krizës, është pasiguria e investimit nga bizneset, është pasiguria e prurjes së investimeve të huaja. Gjithmonë gjendjet e destabilitetit reflektojnë në ekonomi me një impakt negativ. Dhe kjo është ajo që ne duhet të zgjidhim sot. Nuk do bëjmë lojë kungulleshkas, ta jap punë ma merr ti. Kjo nuk është zgjidhja. Apo si një propozim i fundit që kam dëgjuar sot që mund të propozohet ndërtimi i një bashkëpunimi PD-PS. Kjo më duket si të gatuar shëmbëlsira me krip. Jo, si çështje tremi, është si të gatuar shëmbëlsira me krip, sepse gjithë filozofia politike pastaj dhe gjithë ky aksion që është ndërmarr, nga akuzat më ekstreme deri tek akuzat më të lehta, i bie që të zerohen dhe ne të futemi në një eksperiment për të bërë kavjet eksperimentale më të
më të çuditshme të këtyre 27 viteve pluralizëm. Nuk besoj se asnjë shqiptar e meriton këtë pjesë. Pikërisht, deri tani me sa po flasim edhe në fakt dhe nga analistët diskutohet që jemi tashmë pjesë e një loje politike shumë të ndërlikuar. Cilat janë skenaret që ju parashikoni deri në zgjedhjet e 18 qershorit? Ne e kemi kërkuar me zë të lartë që nëse partitë politike parlamentare nuk mblidhen me vullnetin e tyre për t'i dhënë një zgjidhje kësaj krize që na shtul këm kryqe dhe po na bën të gjithëve të reflektojmë, presidenti duhet ta kërkojë mbledhjen e partive dhe duhet i mbledh të parti parlamentare për t'i dhënë një zgjidhje. Thash, në fundit, nëse ne bëjmë një testim në masën e gjerë të popullsisë, qytetarët shqiptar duan në masë zbatimin e reformës në drejtësi, sepse është një sistem drejtësie që u ka sjellë majt hundës me të gjitha keq funksionimet e veta, duan zgjedhjen e krizës politike, sepse ky lloj tensioni ndoshta i tepërt dhe i panevojshëm, të thash, ka efekte të jashtëzakonshme, jo vetëm politike, por ka efekte ekonomike. Dhe ekonomia është ajo që prek xhepat e qytetarëve në fundit dhe për këtë duhet jemi të kujdesshëm, të mos prodhojmë destabilitet kur i kemi të gjitha kushtet e mundësisë të prodhojmë të kundërtën. Pozicionet skajore të partive të mëdha mua nuk më duken vullnet i mirë për të zgjedhur situatën. Kam parë një vullnet, shoh një vullnet të kryeministrit për të lëshuar në drejtim të marrëdhënieve me opozitën dhe në drejtim të marrëdhënieve me sistemin, duke treguar gatishmëri për dialog dhe gjitha me radhë, ndërkohë që shoh një vullnet të palëkundur të Partisë Demokratike për të qëndruar në çadër edhe për të kërkuar me SSB-n qeverinë teknike, ndërkohë që në gjykimin tim, besoj edhe në gjykimin e shumë shqiptarëve, kjo qeveri e boruar nga vota e qytetarëve është një qeveri legjitime deri në datën 18 shkurt kur presidenti ka dekretuar datën. Ti kthehemi 18 qershorit, sepse ju për fat keq mos gaboj nuk keni komisioner apo jo? Dhe kjo është një marrëveshje, një marrëdhënie e vështirë që keni në raport me mbrojtjen e votës. Kush do ta mbrojë votën për ju, zoti? Kjo është një nga padrejtësitë e sistemit. Në fakt, po negocioni me PS për këtë apo me LSI-n, sepse ka dalë një lajm që Idrizi ka negociuar me Metën në raport me këtë çështje. Është vërtet? Nuk mund t'i referojmë lajmeve që dalin. Ndaj pyet. Kështu që prandaj sugjeroj që nëse keni burimin po patjetër. Ju pyesim ju më mirë direkt që jeni këtu. Po. E para, në gjykimin tim dhe të PD-us pa diskutim, ne kërkojmë depolitizim të gjithë proceseve. Depolitizim dhe kam përshtypjen që ky është një proces si kurse në disa vende të tjera të botës ka ndodhur, mund të administrohet nga noter dhe nga pjesë të sistemit gjyqësorit. Ose nëse është e pamundur proceduralisht për të arritur depolitizimi i proceseve, qoftë numërimit, qoftë administrimit të zgjedhjeve, të kemi mundësinë që të gjitha partitë parlamentare të kemë përfaqësuesin atyre, sepse është një nonsens edhe logjik që unë të kandidoj me ty përballë me alternativat ndryshme dhe të jap mundësinë që votën time të numërosh ti. Ky është një precedent kryesor për shkelje edhe për krijimin e situatave jo favorizuese dhe për prishjen e sistemit drejt të zgjedhjeve. Ndërkohë që ne shkojmë edhe pak më tej, përveç sugjerimit për depolitizimin e komisioneve, ne shkojmë edhe te një propozim tjetër dhe i kërkojmë prokurorisë përgjithshme, sigurisht me vullnetin e të gjitha palëve, të krijojë grup task force të posaçëm, të atachuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili do të veprojë në mënyrë të shpejtë mbi çdo indicie për veprimtari të kundërligjshme për sa i përket marrëdhënieve zgjedhore. Sa herë që duhet marrin indicie për sinjale për vjedhje vote, për blerje vote, për presion, fotografim dhe të gjitha situatat e tjera të cilat përbëjnë shkelje ligjore, ky grup duhet vihet në funksionim dhe të bëjmë disa shembuj të atyre që tentojnë të deformojnë vullnetin e komuniteteve edhe të prishin procesin zgjedhor. Në mënyrë që një herë mirë të shmangim të gjithë këtë kalvarin e gjatë të thashethemeve dhe të cicmiseve mes subjekteve politike që akuzojnë njëri tjetrin sa herë humbasin, dhe të futemi në një sistem të ri zgjedhor. Madje në gjykimin tim, korektimi kombëtar do të jap vlerë votës së individit. Unë jam një qytetar që votoj në një zonë të caktuar. Por ne po flasim për sot, ne duhet ta optimizojmë të situatën. Për sot ju si e mbroni votën? Me PS-n apo me LSI-n ishte pyetja konkrete apo me asnjë nga këto? Kjo nuk është përgjigje që mund të ketë një variant konkret. Ne do ta mbrojmë votën nëpërmjet vëzhguesve tanë, nëpërmjet vigjilencës tonë në terren e tjera me radhë.
por ne duam më së shumti të rregullojmë sistemin. Po nëse s'ju jepet ky shans, sepse me shumë gjasa. Nëse do na jepet do t'i gjejmë format dhe mënyrat që vota jonë të mos rrihet. Po kjo është një nga arsyet pse ne i trembemi këtij sistemi, sepse në mënyrë artificiale të gëzoshin mbështetje të madhe në popull dhe për shkak të numërimit të gabuar, parimi stalinist, ju votoni ne numërojmë. I bie që ne në mënyrë artificiale të na ulet pesha specifike, ndërkohë që e kemi pesha specifike masive, sepse sondazhet tona na vendosin në pozita shumë të larta, gati po sa pa frikë në 2 fishim të çfarë pritshmëri keni për numrin e mandateve? Ju keni aktualisht 5 apo 6? Ne kemi aktualisht 6 deputet në fakt, grupi parlamentari PTU-s me futjen e deputetit fundit, por ne kemi një objektiv final 2 fishimin e mandateve dhe 2 fishimin e përfaqësimit elektoral. Prandaj them ne kërkojmë me zë të lartë vlerësimin e votës dhe leximin e votës ashtu siç duhet. Ne kemi mbi 2000 vota, 3000 vota në devolt që na janë ndjekur në dy palëzjedhjet e fundit, apo në qarkun e Korçës, po themi. Kemi rreth 2000 vota që na janë ndjekur në Shkodër, kemi vota që na digjen në Lezhë, kemi rreth 4000 vota që janë ndjekur në Durrës në vitin 2013. Janë të gjitha vota të cilat për shkak të një formule dasha keqe që shkojnë kot, jo se i ka numëruar njëri gabim. Janë numëruar apo janë numëruar për shkak të sistemit janë të vlefshme. Sistemit në përkthejmë mandate. Prandaj është i nevojshëm korektimi kombëtar, sepse të gjykojmë tani si qytetar dhe jo si përfaqësues formacioneve politike. Unë votoj për një subjekt politik i cili më frymëzon, që mund të jetë partia jote, partia X. Për çfarë arsye ti, si autoritet politik, më heq mua të drejtën që vota ime të lexohet dhe të përkthehet në përfaqësim politik? Dhe s'përfaqësohesh normalisht. Nuk përfaqësohem dot, nëse nuk arrin një prag të caktuar. Po, mund të vendosem për mendimin tim pragje të tipit, nëse një parti gëzon më pak se sa një mbështetje popullore, po themi me 30.000 vota, nuk mund të futet në parlament. Me qartë. Sepse nuk mund të fusim shoqata në parlament. Apo në qoftë se më pak se 35-40% e popullsisë marrin pjesë në votime, këto zgjedhje quhen të pavlefshme, sepse nuk mund të diktosh me 30% të popullsisë, vendimarrjen për 70% tjetër që nuk ka besim tek ty. Fakti kjo është një pjesë problematike që s'është diskutuar. Apo ndoshta një standard, meqense është pjesa kryesore sot e diskutimit qeveria teknike. Apo një standard tjetër që mund vendoset me vullnetin e gjitha palëve dhe të jetë të shërbejë sigur themeli për ndërtimin e një sistemi më drejt në zgjedhjet që vijnë. 3 muaj apo 4 muaj para zgjedhjeve të radhës, të krijohet qeveria teknike me kusht për të garantuar zgjedhjet lira dhe ndërtuar. Besoj nuk do jemi gjithnjë në këtë situatë. Jemi për të qenë gjithmonë të drejtë, sepse në qoftë se ne hyjmë në këto vullnete të paplotësuara politike në zgjedhje, kemi precedentin që të na përsëritet e njëjta gjë në zgjedhjet që vijnë. Po për Kavajën, 2 fjali të fundit se e di që jemi keq me kohën. Në qoftë se Partia Demokratike nuk lejon zhvillimin e zgjedhjeve të Kavajës, çfarë pritet të ndodhë? Është një provë e vështirë Kavaja? Sigurisht që është një provë, por besoj që për sa kohë aty është një nga shfaqjet e zbatimit të ligjit dekriminalizimit. Unë besoj që Partia Demokratike, duke qenë se ka qenë një nga subjektet politike që ka luftuar fort për këtë realizim, duhet që të ofrojë konsensu dhe të lejojë të bëhen zgjedhje. Nuk mund të jetë alibi për çfarë do lloj gjëje. Ju s'do merrni pjesë? Apo aty është një koalicion i vendosur, i cili ka një kandidat të caktuar. Okej, po s'është kandidati i koalicionit. Ka mbështetjen është Partia Socialiste, LSI ka thënë nuk e jap mbështetje, nuk përzihem. Ju keni mbetur. Apo do ta diskutoni edhe këtë mbledhje? Zgjedhjet në Kavaj janë zgjedhje të cilat vinë në mënyrë të kushtëzuar për shkak të heqjes së mandatit nga ligji i dekriminalizimit të kryetarit të bashkisë, Zoti Troshi, dhe janë zgjedhje të cilat prap na vendosin në një sistem jo shumë demokratik. Partia Demokratike kërkon të protestojë madje dhe jo vetëm të mos marrë pjesë në zgjedhje, duke krijuar një situatë politike të rënduar, gjë që nuk i shërben as demokracisë, as situatës aktuale politike. Thash, kryesorja dhe vullneti ynë qëndron në faktin që gjitha palët politike duhet të ulen të japin shqiptarëve atë që kërkojnë më së shumti. Edhe reformën drejtësi, edhe vettingun, edhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme, edhe garantimin e leximit të votës tyre ashtu siç ata i japin. Faleminderit Erman për praninë në studio. Faleminderit. Ndërkohë, ne kemi ardhur në fund apo jo Enida? Po, Denis, në fakt kjo ka qenë rezidielli për sot, kemi qenë së bashku që në orën 6:30 deri në këtë moment do të përshëndetemi për të takuar përsëri nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.